Në palestrën e shkollës Fotopuka, shkollat e qytetit të Lushnjës në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve zhvilluan finalen e kampionatit të volejbollit për vajza dhe djem me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave 9-vjeçare të ZVAP Lushnjë. Pas ndeshjeve të forta dhe me rivalitet, u shpallën dhe ekipet fituese. Për vajzat, shkolla Rako së Gjermeni, për djemt, shkolla Fotopuka. Pjesë e këtij aktiviteti ishte dhe drejtoresha e zyrës arsimore Lushnjë, zonja Arta Dhamo, e cila në fjalën e saj falenderoi të gjithë nxënësit pjesëmarrës, mësuesit e edukimit fizik dhe drejtuesit e shkollave, duke ju uruar suksese në aktivitetet e radhës. Ajo vlerësoi gjithashtu rëndësinë e sportit në shkolla si një element kyç për edukimin dhe formimin e të rinjve. Atmosfera në palestër ishte mjaft e ngrohtë dhe plot emocion gjatë gjithë ndeshjeve finale. Të pranishmit duar trokitën ekipet për garën e ndershme dhe shpirtin sportiv të treguar. Ky kampionat u konsiderua një sukses dhe një nxitje për aktivitetet të tjera sportive në të ardhmen. Në përfundim, nxënësit dhe ekipet fituese u pajisën me certifikata, duke e kthyer këtë aktivitet në një festë të bukur sportive për të rinjt.